Mirë, do të flasim në këto momente për zhvillimet e aktualiteti politik. Me mua në studio është bashkuar Avenir Peka, analizot i Peka, me mbrëma. Faleminderit. E nisim me zhvillimin më të fundi që vjen nga protesta e opozitës, e cila besoj tani më do të jetë mbledhur në protestën e thirrur. Duket sikur nuk po bind më opozita. Pse? Ja, nuk është çështje bindje të opozitës. Është një periudhë që ne sapo kemi kaluar një palë zgjedhje të përgjithshme, të cilat janë humbur nga opozita, zgjedhje të cilat me drejt opozita pretendon dhe ka argumentuar që janë të manipuluara, të vjedhura, të influencuara nga gjithë faktorët shtetëror dhe jo shtetëror, duke përfshirë edhe bandat e krimit të organizuar. Dhe është të kuptueshme që pas këtij evenimenti, po themi, politik të madh, opozitës i duhet kohë. Domethënë, jo opozitës si strukturë, por mbështetësit të saj u duhen kohë për të reaktivizuar në një proces të cilin kanë 12 vjet që e bëjnë. Numri i protestave të opozitës gjatë një dekade më shumë është i madh. Ne mbajmë protesta të forta, të mëdha, të vogla, të gjitha natyrave. Dhuna ndaj tyre, dhuna policore, gazi lotësielës, gjithë këto elemente, arrestimet, burgosjet. Kështu që sot është dita e parë e nisjes së sezonit protestave, sezoni i cili do finalizohet me synimin e saj. Është krijuar në modelin e protestave kundër ish-kryetarit të Bashkisë, kundër kryetarit të Bashkisë, nuk e kuptojmë tamam, është ish apo është ende kryetar aktual. Janë protesta që edhe atëherët dukeshin sikur nuk ngjallin, por e vërtetë është që për shkak të presionit të atyre protestave u detyruar që prokuroria të veprojë dhe sot jemi këtu ku jemi. Kështu që edhe në këtë aspekt është protesta e parë pas zgjedhjeve. Dhe është piknisi që do filloj pastaj të marri shpejtësi. Pra ju po mendoni se do të jetë i njëjti fat dhe kam fjalën këtu pas 12 vite e qeverisjes të zotit Rama, në fakt ka patur skandale lidhur me korrupsion, me ministra në nënhetim, sfundmi edhe zëvendës kryeministrja. Pra ka denoncuar, por deri këtu opozita. Se çfarë do të bëjë opozita? Çfarë po ndodh në këtë kamp? Në kë kamp? Kampin opozitar. Në kampin opozitar ka ndodhur pra, deri tek denoncimet? Po nuk bën hetimet... Sigurisht. Çfarë duhet bëjë dhe ta bindi qytetarin? Jo, nuk është çështje bindje qytetarit. Qytetari duhet spari, qytetari duhet bindet që zgjedhjet kurdo që të mbahen, dhe çdo që të mbahen do të jenë të lira dhe të ndeshme, dhe kushdo që del për të hedhur votën dhe vota llogaritet. Në moment që krijohet në kohë kur krijohet një sistem, të cilët gjithë e dinë, edhe ata që janë me qeverinë, edhe ata që janë kundër qeverisë, që shkot të ketë shkosh të votosh, sepse votat zgjedhjet i ka të fituar në tavolinë Edi Rama për shkak të sistemit që ke ngrit, sigurisht që kushdo edhe militanti më i ashpër e din që është pa rrugëzgjidhje. Atëherët, çfarë ndodh? Shkohet në disa platforma. Platforma e parë është, për sa i përket zgjedhjeve, është që opozita, ashtu dhe si që ka përcaktuar para zgjedhjeve, çfarëdo që të ndodhi me zgjedhjet, nuk do bojkotoj institucionet, ato çfarë po bën. Dhe dyta, do të mbledhë të gjitha faktet dhe provat në dispozicion për të bërë raportin e manipulimit zgjedhjeve, që çojë edhe në atë raport të Osobe Odirit. Elementi tjetër është denoncimet që kanë të bëjnë me, jo vetëm me korrupsionin shtetëror, jo vetëm me abuzimin shtetëror, por edhe me krimin organizuar dhe implikimin e krimit të organizuar me qeverisjen. Kaq është detyrë opozitës. Opozita as nuk bën hetimin e tyre, as nuk bën arrestimin e tyre, dhe as nuk do marri pushkën krah. Bën opozitën e kësaj qeverie. Shumë dakord deri këtu. Ju thatë pak më lart që opozita nuk e ka të thjeshtë sepse doli nga një palë zgjedhje të cilat u humben, në fakt nuk janë të parat. Ka patur edhe zgjedhje tjera që ka humbur. Berisha pak ditë më parë tha që do të bëjë një analizë të brendshme në parti. A nuk është vonë për ta bërë këtë analizë dhe a duhet ketë përgjegjës në fakt për rezultatin e her pas hershëm? Shiko, vonë nuk është sepse
Parlamenti tash që shkryu, institucionet. Parlamenti dal nga ato zgjedhje shkryuar tani. Gjatë verës dhe deri tani opozita është marrë me evidentimin e abuzimeve që në bërë gjatë fushatës elektorale. Tani e tutje po, është momenti i bërës analizës. Sigurisht që në çfarëdo lloj rrethane, analiza e brendshme e opozitës duhet bëhet edhe do bëhet. E thënë kjo është detyrë, është përgjegjësia e opozitës në raport me veten dhe në raport me elektoratin e vet. Por analiza e brendshme nuk e anashkalon gjën e madhe. Dhe gjë e madhe është ajo çfarë kemi parë dhe çfarë kemi evidentuar dhe çfarë kemi thënë para zgjedhjeve dhe çfarë ka dalë pas zgjedhjeve. Dhe po ta marr me shembuj. Kemi thënë para zgjedhjeve është krijuar spaku për të hetuar krimin zgjedhor dhe për të parandaluar. Ajo është ideja, parandalimi. Detyra kryesore e spakut është parandalimi në radhë parë. Çfarë bëri spaku? Spaku i dha bojë dhe lustër vjedhjes votave dhe ta them me shembull. Marrim rastin e Durrësit. Opozita tha, bandat në Durrës po blejnë vota dhe po manipulojnë vota dhe po nxjerrin deputetët e tyre. I tham edhe spakut, shkoni se po bëjnë këtë punë dhe i dham edhe emrat. Kjo është banda, kjo është banda, kjo është banda. Spaku kishte urdhër arrestin gjatë fushatës elektorale, nuk e zbatoi atë urdhër arrestin gjatë fushatës elektorale dhe shkoi e zbatoi pas zgjedhjeve, pasi ata zotërit i kishin dhënë mandat të qeverisë në Durrës. Iku kjo. E tham të njëjtën gjë në Elbasan. Çfarë ndodhi në Elbasan? I tham me emra, me mbiemra, se kush janë, se kush janë, morën në zor një person anonim që nuk e njeh askush. Dhe doli më e votuara në Elbasan, mori 90% të votës burgosëve. Kush e njeh 24-5 vjeçare nga të burgosurit një person anonim fare? Pse? Sepse e nxorën bandat. E than spakut, shkoni në Elbasan sepse në Elbasan po bëhen këto. Nuk bën gjë. Pas zgjedhjeve arrestuan disa të Elbasanit. Por ama mandatet në Elbasan ja dhanë. Të njëjta gjëra i tham në Fier. Belinda Balluku me drejtorët e vet edhe me zyrtarët po bën batërdin në Fier. Nuk bën gjë. Tash shkojnë edhe merren me Belinda Balluku, po Belinda Balluku ja dha Fierin e Diramës. Po kjo për analizën e brendshme, zoti Peka ndonjëherë duhet të kthehet shigjeta edhe nga vetja, pra të bëhet një analizë ashtu si kundër thot Berisha, por shumë të pakënaqur janë dhe thonë që duhet largohet Berisha. Pra që Partia Demokratike të hapet. Dëgjoj një herë. Nëse do pyesësh njëri për problematik dhe pak nësi brenda PD-s, në mënyrë se si e shikoj unë, jam unë. Më shumë se sa edhe ju të tjerët, sepse i shëvgjerë nga brenda. Por, nuk mundesh, dhe është e pa drejtë, është unfair, nuk i shërben as kujt, as opozitës, as kujt, përveç si qeverisë, që të marrësh gjithë fokusin. Sot që qeveria është me shpatlla për mu shiko. E ke Belinda Balluku, personi numër 2 në qeveri me çështje penale në SPAK. Erion Veliaj, numri tjetër 2 në qeveri me çështje penale dhe i arrestuar. Arben Ametaj, numri tjetër 2 me çështje penale dhe i arrestuar që janë aktive, nuk po merren me ato që kanë shku që janë dënuar, me Sajmir Tahiri me të tjerë, nuk po merren me ata të tjerë që janë rrugës. I ke 3 personazhet në hierarki, Edi Rama dhe 3 të tjerë poshtë ti, dhe ju nuk merren me to, po merreni me Sali Berishën. Dhe ne të merrem me Sali Berishën sa të duash. E qartë, të ndodhin këto gjëra, dalun dhe kritikoj Sali Berishën dhe Partinë Demokratike shumë më shumë se sa ti. Por të merresh sot me Sali Berishën, ndërkohë që ndodhin këto gjëra dhe Belinda Balluku nuk ka vetëm një çështje. Belinda Balluku ka të paktën 7 çështje për secilin prej tyre duhet të dënohet sepse janë të faktura. Dhe sot në kulmin kur një ditë ke lajm për Erion Veliajn, ditën tjetër ke për Belinda Balluku. E qartë, zoti Peka se dua tani kishe lajm për ish zëvendës kryeministin tjetër dhe ti vazhdon të merresh me opozitën. Çfarë do të bëjë opozita? Unë ta tregova. Në fushatën elektorale, $300 milion janë falur javën e fundit të zgjedhjeve, dakord? Janë para, kjo është blerja. Janë përdorur banda, to është përdorur administratorët, prova dhe fakte të gjitha. Po çfarë si do e fitojë opozita? Kanë ikë shqiptarët. E qartë, se duat ju bëjë disa pyetje tjera zoti Peka se jemi më kapësh ke opozita. Administrata shtetërore ka 240.000 veta, dakord? 240.000 veta. Her 4 persona në familje i thonë 1 milion banor.
E qartë, nuk kapemi tek opozita, por opozitën e kësaj qeverie duhet ta bëj pikërisht opozita. Është ajo që duhet tjetë zëri kundërshtar dhe opozitar. Kam një pyetje edhe për sa i përket Berishës, i cili është thritur në SPAK të herë, me që jemi duke folur edhe si mendoni se do të shkojë kjo çështje? Berisha është treguar i hapur që do të shkojë, por në fakt nuk u paraqit. Është non issue. Është non issue. Sepse shiko, 21 janar është një çështje e madhe. Unë besoj që as atëherë dhe as tash prokuroria nuk ka hetuar dhe nuk do hetoj deri në fund. Që të hetoj deri në fund, do të nis që nga piknisja e të shkoj deri ke vrasjet edhe pas vrasjeve. Dakor? Nëse do të hetosh. Të marrësh lëvizjet e opozitës, të marrësh organizimin e opozitës, të marrësh planet që ka pas opozita, të marrësh planet operacionale të policisë, planet operacionale po themi të opozitës, organizimi i gjithëm, dhuna para, dhuna gjatë, dhuna mrapa, ti marrësh gjithë këto element. Dhe të shikosh që ajo protest, ajo ishte thjesht protest, apo ishte më shumë se sa protest, siç pretendon qeveria në atë kohë. Në qoftë se e merr në këtë pikë që nga fillimi, që nga 5 janari, kur doli në 5 janari, në mos gaboj doli video e Metës, që nga 5 janari, kush bëri prerjet e shiritit që u transmetuan në media? Pse u bë, sepse nuk u transmetue gjitha. Ato pati ndërhyre, ka ishte 26 ndërhyre në një shirit. Pse u bën ato ndërhyre? Kush i bëri ato ndërhyre? Çfarë synimi kishin për ato ndërhyrje? A synonin ato ndërhyrje thjesht të krijonin një përshtypje që këtu ka abuzim, apo ato ndërhyrje në shirit kërkonin që të rrisnin temperaturën për të vajt ke ajo ditë, dhe nëse bëhet kjo ti marrin të gjithë. Nëse kanë fajtor, të gjithë ti marrin. Por nuk mundesh të shkosh të kapësh, sepse ka dhe element tjetër. Ja atë e ke ministrit brendshëm. Por ke pas thuhet që po është grupi i zjarrit i Gardës së Republikës, ajo njësia që ka bërë vrasjet. Dakor? Grupi i zjarrit ka i përgjes. Kush është përgjesi? Që ka vrarë përgjesi, shefi, e saj njësie që ka vrarë protestuesët të Partisë Socialiste. Është deputet i Partisë Socialiste sot. Është kryetari i Partisë Socialiste në Mat. Ishte kryetari i Bashkisë të Mat. Ishte drejtori i Keshit të Mat. Gjitha këto funksione ka marrë pas 2013-s. Dhe kur marrë hit SPAK-u dhe të bëj këtë hetime, do të thrasi edhe Edi Ramën, edhe këtë tjetën të thoj zotëri ti që ishte përgjes për njësinë tënde. Se ka hierarki njësi, është njësi ushtarake, Garda, nuk është njësi policore, është njësi ushtarake, dhe ka një hierarki. Dalje e zotëri të thotë, më ka dhënë urdhë filani, apo më ka dhënë urdhë filani. Por, si mund është të politikisht, të dalësh sot, të flasësh për Sali Berishën, kur komandanti grupi që ka bërë vrasjet, pas vrasjeve, është marrë vrasjeve të militantëve të Edi Ramës, është marrë nga Edi Rama dhe është bërë kryetari i Partisë Matit, kryetari i Keshit Matit, pastaj kryetari i Bashkisë Matit, tash është deputet nga ana Matit. Nuk ka të bëjë të gjitha këto hetime, të marrin edhe Berishën, të marrin të gjithë kushdo që ka qenë aty, nëse e meritojnë tifusin edhe brenda, por të bëhet hetimi plot. Dhe bashkë me Sali Berishën aty do të shkojë dëshmoj edhe Edi Rama. E qartë. Nëse do të bësh hetime, a pastaj nëse do bësh spektakle, jo thrita, jo se thrita, pastaj ajo nuk është serioze dhe nuk kam se komentoj. Por nëse duhet ti shkosh në fund 20 janarit, që të marrësh përgjegjës të gjithë pa përjashtim, ta marrësh nga fillimi deri në fund. Kush janë aktorët, kush janë faktorët, edhe pastaj të ndash përgjegjësitë. E qartë. Zoti Peka, duhet ju pyes në fakt edhe mbi një lidhje, mbi një ngjarje e cila ndodhi pak ditë më parë në Rinas, ishte një ngjarje ku ndodhi në një zonën më të kontrolluar, le ta themi, në një ambient me shumë njerëz, me shumë kamera, me shumë roje sigurie. Çfarë do të thotë për sigurinë kjo ngjarje në mes të ditës? Për të folur më tej edhe për përfshirjen e personave cilët rezultuan para kësaj ngjarje kanë ndodhur ngjarje tjera. Jo kujtoni grabitjen e parave të bankës në para shumë vitesh në aeroport. Këto lloj ndryrësh nuk bëhen pa bashkëpunimin e shtetit. Është pamundur. As ajo e parave, dhe as kjo këtu. Pse them të shtetit? Është një element fare i thjeshtë. Kush di se si funksionojnë kompanitë ajrore, e din që para se të niset avioni, pasi bëhet check-in i gjithë pasagerëve, lista dërgohet me faks ose me email, i dërgohet aeroportit pritës, i dërgohet policisë kufitare. Në mënyrë që kur të zbresi avioni, policia kufitare e din se kush po vjen.
Ndodhë në gjithë botën, ndodhë edhe në Shqipëri. Edhe ti kur të nisësh nga Italia për ta në Shqipëri, policia kufitare në momentin që ke bërë check-in, është bërë lista e plot, është nisë avioni, lista pasagjerëve ka ardhur në aeroportin e Rinasit. Pra, atë listë pasagjerëve ka pas policia kufitare. Mund të thuhet pastaj jo po kompanitë e udhëtimeve një tjetër. Nuk e din kompania e udhëtimeve që zotëria shkon në aeroport, bën check-in dhe futet në avion, apo shkon në aeroport, kthehet, nuk bën check-in dhe kthehet mbrapsht. Policia e din sepse ka listën e. Tjetra, rezulton që linja tensionit lartë ka qenë e fikur. 20 minuta përpara se të ndodhi ajo dhe edhe në momentin kur është larguar makina. Rezulton që çuditërisht trafiku ka qenë i liruar në atë kohë. Që është rrugë me trafik të madh. Pra do thotë që dikush e ka komanduar trafikun. Por ti marrësh gjitha këto elemente bashkë, nuk është dorë kriminali thjesht apo këtyre që kanë organizuar që rregullon edhe informacionin mbi listën e pasagjerëve, edhe largimin e policisë nga rreth rrotullimi, sepse ne kalojmë për ditë aty dhe dim se çfarë ka. Edhe boshatisja e rrugës. Tani ka dështuar të gjitha këto hallka duke nisur nga policia kufitare. Jo, nuk është dështim. Dështim është kur nuk i paraprin ose kur çedon në punë, por kjo është bashkëpunim. Nuk është dështim, është bashkëpunim. Se kush edhe pse, unë nuk i di se kush janë, edhe po t'i dija, pak rëndësi kanë emrat, për mu ka rëndësi si fenomen, si proces. Dhe tjetra pastaj, Rinasi është bashkë me portin e Durrësit, pas ndërtesës kryeministrisë janë dy institucionet më të rëndësishme në Republikën e Shqipërisë. Janë institucionet sigurisë kombëtare, mbi gjithë janë institucionet sigurisë njerëzore. Është një raport që ka shkuar numri i udhëtarëve ka shkuar në 10 milion vit, duket. Dakor? Ka nisë me 2-3 milion, tash është 10 milion vit. Dhe të ndodhi në aeroport, se është brenda, edhe pse është jashtë, mujtë është brenda perimetrit të aeroportit. Dhe të ndodhi në ambientet e aeroportit, që është vendi më i survejuar me kamera, nuk ke. Ne kemi është rrugë që e kemi bërë gjithmonë, ke hoteli Kecepi, ke parkingjet nga ana tjetër, përballë ke VIP-in e Rinasit, pastaj është rruga, është policia që rregullon trafikun, është zona më e monitoruar në Republikën e Shqipërisë. Dhe nuk ka bandit budalla që të shkoj, për nuk pati garanci, të shkoj në zonën më të monitoruar në Republikën e Shqipërisë, dhe të bëj ato që bërë, dhe çfarë? Dhe të ikë para. Aq më tepër, pastaj gjëja është qesharaka, ajo është tragjikomedi, kur sekonda pasi ka ndodhur ajo, në kohë që viktimat s'kan dhënë shpirt akoma, kalon eskorta vinisit mbrojtjes. Kalon ngjitmas me. E kanë kap kamerë, kanë ngjitës me makinën. Kjo do të thotë që jo vetëm që struktura shtetërore kanë rënë totalisht, jo vetëm që siguria në vend është dizastër, sepse kur flasim siguri në vend, nuk flasim për mundësinë e një qytetari thjesht të dalin në blok në darkë në fundjavë. Flasim për garancinë që kemi si qytetar, aty ku i ekspozuar ndaj riskut, edhe ndaj riskut i ekspozuar aty ku ka numër njerëzish, edhe aty ku janë institucione. Rinasi është aeroport privat, po është institucioni sigurisë lartë dhe i rëndësisë lartë, dhe është institucion që ke të gjitha, është biznes që ke të gjitha institucionet shtetërore aty. Ke me polici, ke me dogana, ke me tatime, ke me shërbime sekrete, ke me gjitha aty. Aty ke të gjitha. Rinasi ka gjithçka. Prandaj thash, Rinasi, porti Durrësit 2, si porti kryesor, janë dy objektet më të rëndësishme në Republikën e Shqipërisë bashkë me kryeministrin. E qartë. Faleminderit shumë zoti Peka Qishe në studio. Faleminderit juve.